në televizion shok këngëtare dhe nuk e di cila është. Se aq po i ngjan njëra tjetër sa tani si dallon. Ajo domethënë veçantia po hum. Domethënë po hum veçantia për shkak se intervenimet po janë pak të egzageruara. Me qëllim që të ndroj. Po s'ka intervenimi si tjetë ndryshe, për shumë të jashtë me milimetre. Intervenimi duhet t'jeshti, po ma pozitiv, ma i këndshëm, ma i lezeqëm. A buktan, edhe ma fres, ma i pushushëm. Po jo të ndrosh, mos të bënë molzat 2 cm të dalin prej flokëve, prej ftyrës. Buzët të duken si mos të bëj krahasime, sepse buzët nuk po bëhen në simetri me ftyrën. Ti duhet të arrish në simetri, në harmoni. Ose standardet e bukurës. Po, në dermatologji, më falë, veç është një fenjon, në anglisht thuhet beautification, edhe dallon dermatolog që bojnë beautification, do përmirësimet e vogla, edhe dermatolog që janë volum, veç volum. Edhe me njëherë këta që miren me beautification, me përmirësime, i shohin në nivel më të ullt, ata që miren volum, se ata janë vetëm komercial. Ti po donë, unë po t'jap. Nuk shohin harmoni, nuk shohin psikologji, të njëri, vetëm injektojnë. E aty, tu duhet të vendosën kufi. Trego e lipshtë, doktor, është mendoj.